Të nderuar pjesëmarrës, shumë e nderuara familja Qeriqi, të nderuar të gjithë ju që jeni këtu dhe që ndjeni dhimbje për njeriun e shtrejt, njeriun e madh, Ahmet Qeriqi. Jemi mbledhur këtu për t'ju thonë lam të mirën e fundit. Në radhë parë më lejoni që t'ju thonë të gjithëve ngushëllimin nga zemra ime. Të flasëm për Ahmet Qeriqin, profesorin e nderuar, të flasim për një njeri kaq i madh, e në këtë situatë kaq me dhimbje, është shumë vështirë të gjejmë fjalë dhe të thojmë ato që duhet thonë dhe që i meriton të ja thojmë në këto momente. Ahmet Qeriqi ishte dhe do mbetet njeri në kujtimet tona si njeri shumë dimensional, i cili në të gjitha etapat e jetës së vet ishte në bashkëveprim me veprimtarinë kombëtare të msheft të Kosovës, që në kohën 16 vjeçare ajo arrestuar si bashkëveprimtar i organizatës revolucionare për bashkimin kombëtar të Adem Demoqit, e ma vonë me Metush Krasniqi në organizatën Liria dhe përsëri në burgosjen e dytë të Basis Adem, gjendet prapë të burgoset Ahmet Qeriqi, i cili 3 herë u burgos e u arrestuar nga UDBA Jugoslave. Në vitin 1981, ai doli në ilegalitet të thellë dhe jo larg këtuit e kishte bunkerin në të cilin ishte barikaduar të mos i dorëzohej pushtetit dhe UDBA-s Jugoslave. Megjithatë, pas një kohe të gjatë në ilegalitet, familjen ja merr UDBA dhe e kushton dorëzimin e tij me pengun e familjes. Kështu që kur thom se Ahmet Qeriqi ishte një njeri i madh, kemi shumë të drejtë, sepse ai u përgjigj situata në të gjitha rrethonat e jetës së tij. Një jetë e shkriur për çështën e Adheut. Ai i tillë është, i tillë do të mbetet. Vështirë kem të ndamin nga ai, sepse ai nga mendja jonë dhe zemra jonë nuk do të ndahet kurrë. Ahmet Qeriqi punoi shumë, veproi shumë, me shumë bashkëveprimtar. Ishte veprimtar i devotshëm i kombit. Ishte njeri pedagog, që jo rastësisht i ndodhi kjo, se ka një lidhje dhe natyra në ditën e mësuesit, kur na ndahet nga ne mësuesi dhe pedagogu kombëtar i ynë, Ahmet Qeriqi. Po në këtë ditë, kur ne e manifestojmë si flaka e lirisë, atë ditë kur merr hov lufta pas ramjes së jasharave, prapë ndodh që sot të quhet dita e Ahmet Qeriqit. Ahmet Qeriqi ishte në luftë, ishte i angazhuar me gjithë familjen e Mollë Qeriqi, kishte me veti edhe vajzën Arbanën, kishte të gjithë ata që kishin bërë luftën, të angazhuar me fëmijë e me rob. Këtu në Krojmir dhe nga këtu deri në Divjak ishin mbi 70.000 njerëz të strehuar, të cilëve ju kujdes dhe i ofrojnë ndihmën dhe mbrojtjen e tyre Ahmet Qeriqi me shokët e luftës, siç e kem këtu Elez Durmishin, e kem shumë të tjerë që s'po du me emra, se nuk dashta të hyn në emra, se të gjithë jeni personalitetet të veçanta në këtë ceremoni mortore, që shumë kemi njerëz cilësor e të gjitha mosha dhe të gjitha vlera këtu në mesin tonë. Ahmet Qeriqi ishte i dalluar edhe në luftë. Jo rastësisht u emëruar drejtues i Radios Kosova e Lirë, radio e cila u themelua me 4 janar të vitit 1999, ku caktohet ta drejtoj dhe udhëheq Ahmet Qeriqi. Po nuk ishte vetëm një programator, një organizator për të udhëheq radio dhe informacionet për të shpërndarë në kënd Kosovës dhe botës, po ishte edhe një luftetar trim i cili me armën e vet në asnjë moment nuk u shkput nga betejat e veçanta, sidomos beteja e prillit në 99-s, ku bien edhe shumë dëshmorë. Ahmet Qeriqin na do ta përcjellëm se është ligji i natyrës. Me pas pyet kush mua, 100.000 me një kisha ndru. Ndoshta një pjesë të madhe, jo ndoshta, po jam shumë i sigurt, të jetës time do t'ja kisha fal. Po kjo është natyra që s'pyet, dhe të gjithë kemi me qenë në bitë e vdekjes. Prandaj të metet ta kujtojmë me lavdi,
me krenari, bitë e ti, vajzat e ti, familja e ti, të jenë krenar që e paten prind, që e paten baba, ne të jemi krenar që bashkëltuan në veprimtarinë e përbashkët dhe bashkë luftuan në luftën shërimtare të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Lavdi i qoftë jetës dhe veprës kolosit të madh kombëtar Ahmet Qeriçit. Të nderuar veteran dhe invalid të ushtrisë shërimtare të Kosovës, familje të dëshmorëve, miq, kolegë, bashkëveprimtar, e nderuara familje Qeriçi. Sot jemi mbledhur këtu me zemra të pikëlluara për të i dhënë lamëtumirën e fundit Ahmet Qeriçit. Një njeri të rrallë, një intelektuali, një ishte-burgosur politik, një veterani të ushtrisë shërimtare të Kosovës, një atletare të përkushtuar dhe një zëri të fuqishëm të kombit tonë. Ahmet Qeriçi ishte një burr i urtë e vizionar, një luftëtar me pushë e me pend, një luftëtar i fjalës dhe i së vërtetës. Me punën e tij të mprehtë dhe me përkushtimin e tij të palëkundur, ai i shërbeu dheut, kulturës dhe çështjes kombëtare me një dëshuri të pashoqe deri në ditën kur ndroi jetë. Ahmet Qeriçi ka lindur në Kryemer të Drenisës më 24 dhjetor 1946, ku dhe përfundoi shkollën fillore dhe më pas vijoi studimet në Medresën Alaudi në Prishtinë. Më pas përfundoi fakultetin e gjuhës dhe letërsisë shqipe në vitin 1973 dhe studimet pas-universitare. Ahmet Qeriçi ishte aktiv në veprimtari ilegale që nga vitet 1960, duke bashkëpunuar me figurat e njohura të kohës, përfshirë formimin e organizatës për shërim dhe bashkim kombëtar. Pasi u arrestua dhe u dënua në vitin 1965 për propagandë armiqësore, ai prapë u dënua në vitin 1975 dhe në vitin 1980 dhe përfundimisht në vitin 1982 ai u dënua me 8 vite burg, ku gjatë kësaj periudhe u përjashtua nga shkolla dhe kaloi në periudha të vështira, duke qëndruar në arrati për afërsisht 400 ditë. Ai mori pjesë në demonstratat e vitit 1981, vuajti dënime të shumta për veprimtari politike dhe propagandë armiqësore, duke kaluar një periudhë të gjatë në burgje të ndryshme të ish Jugosllavisë. Përveç angazhimeve politike, edukative, Ahmet Qeriçi kontriboi në organizimin e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, ku nga shtapi i përgjithshëm u caktua përgjegjës i Radio Kosovës së Lirë dhe u hoqi me përkushtimin pas luftës deri në ditën e vdekjes së tij. Ahmet Qeriçi është autor i 10 veprave, monografi për dëshmorët, dokumentar për dëshmorët, qindra analiza, komenteve e shkrimeve të ndryshme duke lënë pas një trashëgimi të madhe kombëtare, letrore, publicistike e krijuese. Përmes shkrimeve, analizave dhe kontributit të tij të çmuar në informimin dhe ndërgjegjësimin kombëtar, ai mbeti gjithmonë një zë i guximshëm, i cili nuk u përkul kurrë para sfidave. Gjatë gjithë kohës, gjithë jetës e tij, Ahmeti ishte njeri i sakrificës dhe i përkushtimit. Ai e deshte Kosovën dhe kombin shqiptar me gjithë qenin e tij, duke i shërbyer me ndershmëri dhe dinjitet. Ai nuk i kurseu asnjëherë përpjekjet e tij për të mbrojtur të vërtetën dhe për të ndriçuar rrugën tonë drejt lirisë e drejtësisë. Njerëzit e mëdha jo rastësisht lidhen me data dhe ngjarje të mëdha që shënojnë kombi ynë. Sot në ditën e mësuesit 7 mars, po na lë mësuesi ynë. Ai po na lë pikërisht në datën në natën e zjarreve, me 7 mars, duke na lënë në kujtesë gjithmonë lidhen shpirtërore që kishte me trimat e Prekazit e me ushtrinë shërimtare të Kosovës. Si njëri ndër njerëzit më të afërm të tij, edhe në momentin kur po luftonte me smundjen, edhe kur nuk mund të fliste më, isha aty me ty dhe të vazhdoj të qëndroj ofër idealeve tona dhe akuzës tonë të përbashkët. Sot me humbjen e tij, ne kemi humbur një njeri të madh, por trashëgimi i atij do të mbetet e pavdekshme.
Ahmet Qiriqi do të jetë për herë në mendjet dhe zemrat tona, përmes veprës së tij dhe përmes kujtimeve të paharruara që la pas. Në emër të gjitha atyre që respektuan dhe e çmuan, në emër të gjitha atyre që patën fatin ta njohin dhe të bashkëpunojnë me të, i shprehin kushtimet më të sinqerta familjes, miqve dhe gjithë atyre që i ndjejnë dhembën e kësaj humbje të madhe. Lëm të mirë, Ahmet Qiriqi, puna dhe përkushtimi yt do të mbetet për herë një ditë që do të qëndroj për herën edhe për brezat që vijnë. U presh në poshtë shoku im, lavdi jetës dhe veprës së Ahmet Qiriqit. Lavdi. E nderuara familje Qiriqi, të nderuar bashkëpunëtor dhe profesor të shokut, shok e miq të nderuar qytetarë të pranishëm, lejoni që në emër të kryetarit Qemajla Liosi dhe në emër të institucioneve të komunës së Shtimes që shprehin ngushtimet më të sinqerta për ndarjen nga jeta e njërit prej intelektualëve dhe luftëtarëve më të shquar e më të veçantë të komunës sonë dhe mbar Kosovës. Profesor Ahmeti, me veprimtarinë e tij intelektuale, patriotike, kombëtare, ishte i përmasa dhe mishërim idealit të Adem Demaçit. Ishte vizionar dhe i palëkundër për arritjen e lirisë së Kosovës, të cilën për asnjë moment nuk ka tremb syri dhe në kohrat më të vështira. Profesor Qiriqi ishte pjesëmarrës i lëvizjes ilegale, disa herë ka qenë i dënuar për veprimtari patriotike. I ndjeri profesor Ahmet Qiriqi për shkak të aktiviteteve të tija politike për një periudhë të gjatë kohore, kërkoj falje me ftohtë, ishte e mohuar e drejta për punësim dhe për këtë arsye është marrë me veprimtari tjera për siguruar kafshatën e gojës për familjen e tij. Me okupimin e sërishëm të Kosovës në vitin 1989, segregacionin dhe apartheidin që ushtronte Serbia okupatore ndaj kombit shqiptar të Kosovës dhe me mbylljen e të gjitha institucioneve, me rrahjet, maltretimet, debimet e popullsisë së pafajshme, profesor Ahmeti u aktivizua dhe filloi aktivitetin e tij patriotik për mobilizim dhe rezistencë intelektuale aktive, duke angazhuar për ngritjen e potencialeve njerëzore lokale, nacionale, duke qenë i bindur se liria do të nuk vje pa zhake pa rezistencë me luftë. Sidomos pas rënies së kryekomandantit të ushtrisë qeveritare të Kosovës, Aden Jashari dhe Jasharve në prekaz në 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, opsioni për luftë armatosur në Kosovë nuk kishte më alternativë tjetër, por ishte mundësia vetme dhe e domosdoshme për mobilizim të gjithanshëm dhe luftë gjithpopullore për ta dëbuar nga trojet pushtuesin e egër serb. Luftës armatosur të ushtrisë qeveritare të Kosovës ju deshën edhe mjetet e informimit me qëllim të kundërvendjes së propagandës anti-shqiptare serbe. Andaj, profesor Ahmeti me disa nga bashkëpunëtorët e tij ishte njëri ndër themeluesit dhe drejtuesit e radios Kosova e Lirë. Ky rol dhe kontributi i kësaj radio për informimin dhe mobilizimin ushtarak gjatë luftës së lavdishme të ushtrisë qeveritare të Kosovës ishte i pazaventësueshëm. Pra, përmes punës së guximshme të Ahmetit, në kushte pothuajse të pa imagjinuara, përmes valeve të saj, kjo radio ka shërbyer si burim kyç i informimit, motivimit dhe mobilizimit për ushtrinë që ishte në përfronte dhe sidomos për popullatën shqiptare në Kosovë. Pas luftës ai vazhdonte të mbetet si zë i fuqishëm për të vërtetën dhe të drejtat e kombit shqiptar. Përmes angazhimit të tij të pandalur në fushën e medias, analiza të thelluar dhe të përkushtimit të tij ndaj vlerave kombëtare, ai nuk rreshti asnjëherë së mbrojturi idealet për të cilat kishte sakrifikuar gjithë jetën. Në periudhën e pas luftës, profesor Ahmeti ka botuar një sër veprash letrare dhe publicistike. Sot me humbjen e tij, Kosova ka humbur njërin nga bijtë e saj më të devotshëm, një njerëz që tërë jetën ja kushtoi çështjes kombëtare dhe mbrojtjes së dinjitetit të shqiptarëve. Por vepra dhe kujtimi i tij do të jenë gjithmonë në historinë tonë dhe në zemrat të gjithë atyre që patën fatin ta njohin dhe ta vlerësojnë. Qofti përjetshëm kujtimi dhe vepra e profesor Ahmet Qiriqit, i qofti lehtë dhe i Kosovës. Familje nderuar Qiriqi, shok kolegë të profesor Ahmet, ju deputet, kryetar komunash, nderuara FSK, bashkisë time, të gjithë ju pjesëmarrës që sot ndodhin këtu. Unë më lejoni që në emrin të organizatës veteranëve qendër, në emrin edhe të kryetarit të SNI Gucati, t'ju shprehi ngushtimet më të sinqerta për
veteranin e ushtrisë ligjore të Kosovës Basen Ahmet. Për veprën dhe jetën e Basen Ahmet folën para forcët e me, kështu që unë mu më mbetet veç të them lavdi veprës dhe jetës e Basen Ahmet e ngushtime ju të gjithëve. Ju faleminderit. I dashur babi, na lesh shumë herët. Smundja e gjatë dhe e vështirë të mori pasi të dëmtoj deri në fund, por ti luftove me guxim dhe qëndresë. Edhe në ato momente më të vështira nuk u ndale se punuari. Punove për ne, për familjen, për atë dheun, për çdo njeri që nevojitej dhe për çdo çështje që kërkonte drejtësi. Edhe pse i sëmurti punoje lajmet me dedikimin maksimal dhe pa kursyer shëndetin. Çdo ditë, çdo orë, ti ishe adhetar i vërtet dhe një punëtor i palodhur. I dole hakut familjes, kombit, atdheut, shtetit, që ka nevojë për njerëz si ti, që nuk dorëzohen, që besojnë në ideale dhe i mbajnë ato të gjalla pavarësisht sfidave që ndodhen në rrugën e jetës. Çdo moment që kaluam bashk, çdo këshill që na dhurove, çdo fjalë e mençur që ke thënë, do të mbeten të ngulitura në mendjet dhe zemrat tona. Ne si familje ndjejmë dhimbje të papërshkrueshme, por sot, kur shohim se nuk do të jesh më midis nesh, dhe po ashtu kur mendojmë se kombi dhe mbar Kosova nuk do të kenë më pendën tënde të mpret dhe të mençur, ajo dhimbje bëhet edhe më e thellë. Të gjitha ato lajme që ke shpërndar për dëshmorët, shkrimet tua, analizat, kulturat, personalitetet, temat historike dhe shumë e shumë të tjera, me mira të tilla, do të mungojnë çdo ditë që vjen në Radion Kosova e Lirë, në Televizionin Dielli, në redaksin Fenikset e Lirisë. Do të na mungosh në jetë të jetëve, por trashëgimia jote do të jetoj përgjithmonë, sepse ajo është e gjallë në zemrat tona dhe në kujtimet që kemi për ty. Ti do të mbetesh gjithmonë një figurë e paharruar, jo vetëm për ne si familje, por për gjithë ata që të kanë njohur forcën dhe mençurinë tënde. Ike, babi, ike nga kjo botë. Na porositë të mos derdhim lot, por të bëhemi krenare të fortë, se jeta dhe vepra jote nuk ishte e kotë. Babi, tash erdhe në Krojmir për gjithmonë. Në ditën e mësuesit që përkon me jetën tënde, erdhe në përfundimin e epopesë së Marsit e Asharëve, që përgjall i përmbylle ciklin e biografive për ta. Lavdis atjet jeta, e të qofti lehtë dhe i tokës arbrore, do të kujtoj me mall të pashuar, sot e përmot. Të nderuar të pranishëm, në emër të familjes Qeriqi, faleminderit që keni ardhur sot në varrimin e babit. Lavdi shoh. Në emër të Republikës së Kosovës, falenderojmë familjen tuaj për kontributin e dhënë. Ambone, me nderë dhe krenari këtë emër. Faleminderit.